Galatasaray bën ofertë Dua Lipës për festën e titullit kampion në Stamboll. Klubi turk Galatasaray ka bërë një ofertë zyrtare ndaj këngëtares me origjinë shqiptare Dua Lipa për të performuar në festimin e titullit kampion që pritet të mbahet në Stamboll. Sipas raportimeve, oferta e klubit ka vlerën e rreth $2 milion për interpretimin e 4 këngëve gjatë ceremonisë festive, e cila do shënoj suksesin e sezonit për gigantin turk. Ftesa ndaj artistëve shqiptare nuk shihet vetëm si një lëvizje marketingu, por dhe një element simbolik i lidhur me historinë dhe identitetin e klubit. Galatasaray shpesh përmendet në disa media në qarqe tifozës si skuadra e shqiptarëve të Stambollit për shkak të lidhjeve historike dhe themelimit të saj. Klubi u themelua në vitin 1905 nga Ali Sami Yen, sipas disa burime përmendet si lidhur me figurën e rindasit shqiptar Sami Frashi si një piti, duke dhënë kësaj historie një dimension kulturor i cili shpesh theksohet nga tifozët shqiptar dhe turq. Nëse marrëveshja finalizohet, performanca e Dua Lipës do të ishte një nga momentet më të spikatura të festimeve të titullit kampion në Stamboll.